Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku je purdhër, para se të hani qershi, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nuk ka një njeri që të mos jetë i marrosur pas qershive. Është e pamundur që të mos hutohesh nga larmia e nuancave që ato ofrojnë. Vlerat dhe vetitë e qershive do të jenë mjaft të mëdha për organizmin tuaj. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C, madje dhe kalium dhe vlera shëndetësore që merrni nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A, përfshin edhe vitaminën C do të keni. Një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shmërim të qartë, veçanërisht në kushtet kur keni edhe më shumë probleme. Kështu, përfitimet e saj do të jenë më të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e problemeve që mund t'i lindin. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, madje edhe në zvogëlimin e rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim shumë i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjendet te frutat dhe perimet që kanë ngjyrën e kuqe, vjollcë dhe të errët. Një ushqim i pasur me antioksidant do të ulë gjithashtu rrezikun edhe për sëmundjet kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur jehonë për shkak edhe të përfitimeve të larmishme që i ofrojnë organizmit. Kjo falë edhe vetive të saj anti-inflamatore, qershit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë e dietave tuaja. Prandaj, sipas health.com, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që trupi juaj do të marrë nga konsumi i qershive çdo ditë. Ndihmon në cilësinë më të mirë të gjumit. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Një dietë me përfshirjen e qershive është jashtëzakonisht e shijshme dhe freskuese. Zvendësoni gjithashtu ushqime të darkës me këto fruta që bëjnë ndryshime thelbësore në shëndetin tuaj, citojnë ekspertët. Do të lehtësojnë edhe problemet e dhimbjeve fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium që çliron impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut, me hidratimin, rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrin e pahashit. Një gotë me qershi do të ofrojë 330 mg kalium, që përbën 10% të dozës së rekomanduar të kaliumit në dietën tuaj. Qershit do të forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Si të gjitha frutat dhe perimet e tjera, qershit janë të pasura me doza të larta të antioksidantëve dhe përfshirë këtu edhe ato që mbrojnë organizmin. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë e trupit. Flavonoidet, antioksidantët që gjenden te qershit, luftojnë infeksionet me shumë përfitime për trupin do t'i ofrojnë. Studimet kanë treguar se elementët që kanë në qershit ndikojnë gjithashtu në forcimin e sistemit ton imunitar dhe parandalojnë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Qershit janë një burim shumë i mirë i vitaminës A, vitaminës B1, B2, B3, B6, vitaminës K, gjithashtu edhe minerale të tilla si kaliumi, kalciumi, ekri, bakri, mangani, magnezi, fosfori dhe zinku. Por gjithashtu është më mirë që të konsumoni të paktën 20 kokra qershit çdo ditë. Dhe ky frut njihet edhe për faktin se ato mund t'i ofrojnë trupit shumë vlera të larmishme në dobi të organizmit. Prandaj është më mirë që t'i përmbajeni dozës rekomanduar ditore prej 150 gram qershi në ditë, rreth 20 kokra çdo ditë. Qershit gjithashtu përmbajnë fibra dietike, celulozë, pektin, acide organike, malik, citrik dhe elemente të tjera të cilat janë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Ngjyra e kuqe e qershive jep atyre antioksidantë dhe substanca të tjera fenolike, aktivitet antioksiduese dhe antiplake. Përveç kësaj kanë një mburojë efektive në dobi të organizmit dhe rritjen e vlerave të trupit. Ndaj, ekspertët sugjerojnë përdorimin e konsumit të qershive vazhdimisht në dietën tuaj si një zgjidhje mjaft të mirë me ushqim të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Qershit janë një element shumë i mirë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe nuk duhet të mungojnë asesi në dietën tuaj. Këto fruta të kuqe janë shumë të ëmbla dhe gjithashtu shumë të mira për njerëzit që vuajnë nga komplikacionet kardiake. Janë një burim shumë i mirë i zinkut, hekurit, kaliumit dhe bakrit.
Efektet pozitive në zemër do të jenë të larmishme dhe elementet e saj do të ndikojnë pozitivisht në forcimin e sistemit kardiak. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, pasi do të përmirësojnë edhe trupin pasi kanë veti të mira anti-inflamatore. Në sajt e efekteve të forta anti-inflamatore, frutat e kuqe janë aleati pa çmuar i organizmit, dhe shtimi i tyre në dietën tuaj të përditshme do të jetë një zgjidhje e mburojës më të mirë të trupit. Këto fruta parandalojnë oksidimin e qelizave të dëmshme dhe mbrojnë organizmin kundër radikaleve të lira, dhe rekomandohen gjithashtu për të gjithë njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve, artriti, por edhe nga lëndimet sportive. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë që lehtësojnë gjithashtu edhe stimulojnë tretjen. Përmes acideve të tyre do të mbroni edhe shëndetin tuaj tretës, do të lubrifikoni zorët dhe pankreasin dhe gjithashtu do të lehtësoni ngërçet e tyre. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin e tepërt nga trupi dhe lehtësojnë zorën dhe qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë problemet me mishrat e dhëmbëve si parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalet urinare, sepse është i shkëlqyer dhe ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat që gjenden te qershit pengojnë formimin e shtresave dhe parandalojnë krijimin e problemeve të tyre. Qershit janë të mira edhe kundër rrullave të lëkurës. Qershit i rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ato që duan një lëkurë të bukur sepse prodhimi i kolagjenit është më i dobët. Ky frut në fakt përmban antioциaninë të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë formimin e rrudhave dhe krijojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të lëkurës suaj. Do të keni një disponim më të mirë me përfshirjen e qershive në dietën tuaj. Qershit janë një zgjidhje efektive në dobi të organizmit, dhe si të tilla do të rrisin disponimin dhe do të lehtësojnë gjithashtu një sër komplikacionesh të cilat mund t'i lindin organizmit tuaj. Qershit duhet të shtohen me patjetër në dietën tuaj. Shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive i ndihmon edhe në përmirësimin e gjumit. Ullëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit që kanë konsumuar qershi kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë se ata që nuk i kanë konsumuar. Kështu përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë në dobi të mbrojtjes së organizmit. Sipas studimeve, vetit anti-inflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Një dietë e ngopur me qershi është një zgjidhje jashtëzakonshme, shijshme dhe e freskët. Zvogëlon gjithashtu ushqimin e darkës dhe këto fruta bëjnë ndryshime thelbësore në shëndetin tuaj fizik. Mund të lehtësoni edhe dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium që përçon impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut dhe hidratimin dhe rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrat e pH-it. Në një gotë me qershi do të gjeni 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore të kaliumit. Është e mirë gjithashtu kundër inflamacioneve të trupit. Studimet kanë treguar se antioksidantët e qershive mund të pakësojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionet e shkaktuara në trupin tuaj. Forcon sistemin imunitar. Si të gjitha frutat e tjera dhe perimet me ngjyrë të kuqe, ato përmbajnë antioksidantë të rëndësishëm të cilat janë të mirë kundër problemeve të virozave dhe inflamacioneve, dhe janë një zgjidhje shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Flavonoidet, antioksidantët kryesorë që gjenden te qershit, luftojnë inflamacionet të shumta dhe gjithashtu stimulojnë edhe elementet me ndikime më të mira në sistemin tuaj tretës. Ndaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj është një burim i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjendet edhe te frutat dhe perimet me ngjyrë të kuqe. Konsumi i tyre ka gjetur me përfitime të larta edhe kundër problemeve të artritit. Është i mirë kundër pagjumësisë dhe në rritjen e masës muskulare duke i mbajtur ato më të fuqishme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.